Pas një fillimi të zhurmshëm në qendër të vëmendjes së shtypit italian dhe atij ndërkombëtar, Agon Channel do të shndërrohej në shënjestrën e preferuar të shtypit që kërkon skupin. Lajme mbi largime ende pa nisur mirë transmetimet, mbi kushtet pafavorshme pune, spekulime mbi burime financimi e kontrata jo ekzistente. Por Francesco Becchetti në ditët e para të 2015-s vendos të jap fund polemikave mbi lançimin e kanalit më të ri në Itali Agon Channel, duke ju përgjigjur çdo akuzë dhe shpifje ndaj tij dhe investimeve aktuale. Rritur me hapin e kuriozitetit, sipërmarrësi ndriçuar nga energji të rinovueshme ka ngjallur interes, jo gjithmonë të mirëpritur, të një grupi të gjerë njerëzish. Kështu e nis artikullin e gjatë shoqëruar me një intervistë të sipërmarrësit të njohur, gazeta Il Fatto Quotidiano. Në më shumë se 3 faqe, intervista dhe shënimet e gazetarit hedhin dritë mbi eksperimentin e investitorit që guxoi të imagjinojë një televizion ndryshe, e për këtë duke shkaktuar bezdisje tek ndonjëri. Në Shqipëri shkeli në vitin 2000, shkruan gazeta, dhe pas pothuaj 15 vjetësh, 2 hapa larg aeroportit, Becchetti projektoi, përgatiti dhe zyrtarizoi nisje në fluturim të Agon Channel, të televizionit me Pupon, Simona Ventura dhe Sabrina Ferilin, të prodhuar në Tiranë dhe të menduar për Italinë, të objektivave afatgjat për të arritur 1% audiencës. Me krenarinë e atij që ofron punë dhe pragmatizmin e atij që është i vetëdijshëm që nuk do të shpëtoj botën, Becchetti shpjegon se i vjen për të qeshur kur e pyesin nëse ka vërtet diçka që fshihet pas operacionit Agon, pasi për të televizioni është thjesht çështje sipërmarrjeje. Pse duket kaq e çuditshme kur kërkon të marrësh një pjesë të tregut të reklamave? Përgjigjet Becchetti me një pyetje. Mos është gjë krim të duash një fet të kësaj torte? Lista e gjërave për cilat Becchetti akuzohet është më e gjatë, por është gati të ftojë në një natë edhe më të gjatë intervistuesin për të dëshmuar të vërtetën. Megjithëse di se nuk është në gjykat, vendi i preferuar ku zakonisht fton të gjithë ata që shpërndajnë informacione të pavërteta ndaj tij. Argumentat zgjedh ti marr me radhë. Nga ikja shumë përfolur e Antonio Kaprarikas, ish korrespondent i Rajt në Moskë dhe Londër, që denoncoi strukturën e papërshtatshme dhe shfrytëzimin e personelit. Vet Becchetti e pagzon si trafikuesin e papuçeve. Lista e gjatë e kërkesave të Kaprarikas, nga iPad i gjeneratës së fundit e deri tek papuçet për në krevat për të dhe gruan e tij u plotësuan, përgjigjet i qetë Becchetti. Por pranon se intuita e tij fillestare mbi përvojën ndërkombëtare të Kaprarikas si një kusht ideal për të drejtuar një departament informacioni të ri dhe të delokalizuar, që e gabuar. Becchetti nuk e ka problem të pranojë gabimet, sipas tij, kush punon edhe gabon. Lidhur me komentet e Aldo Grassos, që flet për estetik me çmim të lirë, sipërmarrësi italian bën një vëzhgim. Po të mos ishim vërtet një televizion jo cilësor me audiencë për prefiks telefoni, mendoni se shtypi italian do të merrej kaq shumë me ne? Madje pikërisht tek bezdisja që u shkaktohet aktorëve aktual në treg ai gjen arsyet e sulmeve, shpifjeve dhe akuzave. Rezultatet e deri tanishme të audiencës për Becchettin janë të kënaqshme, duke e konsideruar faktin se një startup nuk është asnjëherë i thjeshtë, e se ideja fillestare për këtë projekt lindi jo më larg se korriku i vitit 2013. Sulmet e Il Giornale ishe me abi, madje edhe kur gazetari këmbgul nëse pas tyre fshihej Berlusconi. Për Becchettin, një zotëri që është ankuar për 20 vjet me radhë nga persekutimi për shkak të aktivizimit në sferën televizive, nuk duhet të lejonte një sulm të tillë ndaj një personi që punon në të njëjtën fushë. Lidhur me çështjet gjyqësore në Shqipëri, Francesco Becchetti argumenton me fakte se çdo akuzë që ngrihet mediatikisht nuk qëndron. Ai kujton se në fillim të vitit 2000, kur në Shqipëri nuk donte të vinte kurkush, ai pa dhe realizoi mundësinë e investimeve. Për të marrë atë që i përket me të drejtë, mund të luftojë gjithë jetën. Është çështje parimi. Francesco Becchetti në këtë intervistë të gjatë e shtëruese mbi Agon Channel dhe akuzat ndaj tij, nënvizon faktin se po prodhon një televizion gjysmë generalist, ku 80% e yjeve italian telefonojnë çdo ditë për të bërë pjesë, se po investon në Leyton Orient, një nga skuadrat më të vjetra angleze, se vijon të ndjek punën e përditshme në sektorët ku ka zgjedhur të investojë, se ndjen kohën në favorin e tij dhe se i përkushtohet punës nga mëngjesi në mbrëmje, duke mos pranuar padrejtësitë. Asnjë kompromis, përfundon Becchetti, por duke kujtuar se di të krijojë edhe ai kokçarje për ata që biznesin e tyre e ndërtojnë duke u marrë dhe përgojuar të tjerët.